Në moshën 27 vjeçare, e vërteta më erdhi si një goditje që nuk e dëgjon, por e ndjen. Si një heshtje që të shurdhon. Deri atë ditë besoja se e njihja jetën time. Shtëpinë ku isha rritur, nënën që më kishte rritur, baban që rrallë fliste, motrën time të madhe që më kishte qenë gjithmonë si një hije mbrojtëse. Asgjë nuk më dukej e dyshim. Asgjë nuk më kishte përgatitur për çastin kur çdo kujtim do të duhej të rishkruhej. Quhem Arben. Kjo është historia ime. Jam rritur në një shtëpi të vogël, por të rregullt, në një lagje ku të gjithë njihnin njëri tjetrin. Nëna ime, Mira, ishte grua e qetë, gjithmonë e kujdesshme, pak e ftohtë në dukje, por e drejtë. Babai, Iliri, ishte njeri i punës, fjalë pak, me duar të forta dhe sy që rrallë shfaqnin ndjenja. Motra ime, Elira, ishte 14 vjet më e madhe se unë. Kur unë linda, ajo ishte thuajse adoleshente e rritur, me ëndra, rebelim të heshtur dhe një butësi të çuditshme ndaj meje. Që fëmijë, Elira ishte gjithmonë aty. Më çonte në shkollë, më ndihmonte me detyrat, më mbante dorën kur kisha frikë nga errësira. Kur sëmuresha, ajo flinte në karrige pranë shtratit tim. E mbaj mend fytyrën e saj mbi timen, sytë e skuqur nga pagjumësia, zërin që më thoshte: "Jam këtu, mos ki frikë." E quaja motër. Asnjëherë nuk më shkoi ndërmend ta quaja ndryshe. Por kishte gjëra të vogla, gjëra që i kisha parë gjithmonë, por kur nuk i kisha menduar thellë. Nëna ime nuk ishte shumë e dashur fizikisht, nuk më përqafonte shpesh, nuk më puthte pa arsye. Elira po. Nëna rinte gjithmonë pak më larg, si të kishte një vit të padukshme mes nesh. Babai edhe më larg. Kur u rrita, fillova të vëres se njerëzit shpesh thoshin se i ngjaja e Lirës më shumë se kujdo tjetër. Keni të njëjtët sy, i njëjti shikim, njësoj si motra e tij. Qeshja ishte normale, motër e vëlla. Por kishte net kur Elira më shikonte me një trishtim që nuk e kuptoja. Një trishtim i thellë, si pendes. Kur i pyesja çfarë kishte, më thoshte se ishte lodhur, ose se po mendonte për të ardhmen time. Gjithçka ndryshoi ditën kur nëna ime u sëmu rënd. Isha 27 vjeç, kisha mbaruar studimet dhe sapo isha kthyer përfundimisht në shtëpi. Mira ishte shtruar në spital. Diagnoza ishte e rëndë, por ajo nuk fliste. Asnjëherë nuk fliste për dhimbjen e saj. Vetëm shikonte tavanin dhe merrte frymë thellë. Një mbrëmje babai më thiri në korridor. Zëri i tij ishte ndryshe. I thyer, duhet të flasësh me Elirën, më tha. Ka gjëra që duhet t'i dish. Zemra më rahu fort. Mendova për ndonjë sekret familjar, ndonjë borxh, ndonjë gabim të vjetër. Asgjë nuk më çoi aty ku përfundova. Elira ishte ulur pranë dritares së dhomës së spitalit. Drita e neonit i bënte fytyrën më të zbehtë se zakonisht. Kur më pa, u ngrit menjëherë, sikur të kishte pritur këtë çast prej vitesh. Ulu, më tha, zëri i saj dridhej. Fillimisht foli për gjëra pa rëndësi, për fëmijërinë time, për sa i vështirë kisha qenë si fëmijë, sa shumë qaja natën. Qesha lehtë, pa e ditur pse po më tregonte këto. Pastaj heshti, Arben, tha më në fund, ka diçka që duhet ta dish. Diçka që është fshehur shumë gjatë. E pash drejt në sy. Për herë të parë pash frikë tek ajo, nëna. Mira nuk është nëna jote biologjike. Fjalët ranë sigur, çfarë? Unë jam. Më dukej sikur dhoma u tkur, sikur ajri u zhduk. E dëgjova veten duke qeshur, një qeshur e çuditshme, nervoze. Kjo s'është qesharake, thash. Pse po bën shaka të tilla? Elira u afrua. U ul në gjunjë para meje. Më kapi duart, nuk është shaka, tha me lot në sy. Unë jam mamaja jote biologjike. Nuk di sa kohë kaloi. Ndoshta sekonda. Ndoshta minuta. Truri im refuzonte të pranonte fjalët. Ajo vazhdonte të fliste, por unë dëgjoja vetëm një zhurmë të largët. Ajo ishte 16 vjeçe kur kishte mbetur shtatzën. Një lidhje e fshehtë, një djalë që u zhduk sa po mori vesh të vërtetën. Turpi, frika, fshati, prindërit, vendimi ishte marrë shpejt. Fëmia do të rritej si i tyre. Elira do të ishte motra. E vërteta do të varrosej përgjithmonë. Unë të kam mbajtur në bark, tha ajo. Kam dëgjuar rrahjet e zemrës tënde. Kur të mora në krah për herë të parë, desha të thëra sbir, por nuk munda. Lotët i rridhnin papushim, gjithçka që njihja u shemb. Nëna ime nuk ishte nëna ime. Motra ime ishte mamaja ime. Çdo kujtim kishte një kuptim tjetër. Çdo përqafim i Elirës, çdo distancë e Mirës, çdo heshtje e babait, u ngrita në këmbë. Më merrej mendja, nuk mundem, thash.
Nuk mund ta pranoj këtë tani. Dola nga dhoma, nga spitali, nga realiteti atë natë nuk fjeta. Rria duke parë tavanin, duke u kthyer në fëmijëri, duke analizuar çdo detaj. A kishte qenë ndonjëherë e vërteta para syve të mi? A e kisha ndjerë gjithmonë pa e ditur, në mëngjes u ktheva. Nëna. Mira më pa gjatë. Sytë e saj ishin plot lot, më fal, tha vetëm kaq, nuk dija çfarë t'i thosha. Kjo ishte vetëm fillimi, sepse e vërteta nuk mbaron me një rrëfim. Ajo vazhdon të jetojë brenda teje, të ndryshoj, të detyroj të zgjedhësh. A do ta pranosh apo do të ikësh prej saj? Ditët pas zbulimit ishin si një mjegull e trash ku çdo hap më dukej i pasigur. Zgjohesha në mëngjes dhe për disa sekonda gjithçka dukej normale. Pastaj e vërteta më binte mbi kokë si një çekiç. Motra ime ishte mamaja ime. Nëna ime nuk ishte nëna ime. Familja ime ishte ndërtuar mbi një gënjeshtër që kishte zgjatur 27 vjet. Shkoja çdo ditë në spital, por nuk dija si të sillesha. Me kë duhej të flisja si djalë, me kë si vëlla, me kë si birë, Mira rinte e shtrirë, gjithnjë më e dobët. Më shikonte me një ndjenjë që nuk e kisha parë kur më parë, frikë. Jo frikë nga sëmundja, por frikë se do ta humbiste përfundimisht vendin e saj në jetën time. Elira të foli apo jo, më tha një ditë me zë të ulët. Nuk ju përgjigja menjëherë. U ula pranë shtratit të saj. Duart i kishte të ftohta, po, i thash më në fund. Ajo mbylli syt. Lotët i rëshitën pa zhurmë. Unë të kam dashur, tha. Ndoshta jo siç do të duhej, por të kam dashur. Këto fjalë më ngatëruan edhe më shumë. A mund të ishte dashuri ajo distancë? A mund të ishte dashuri një rol i imponuar? Nuk po të fajsoj, i thash. Edhe pse nuk isha i sigurt nëse po thosha të vërtetën. Thjesht nuk e di kush jam tani. Ajo hapi syt dhe më pa drejt, ti e djali im, tha pa e menduar. Pastaj u ndal, sikur ta kishte kuptuar gabimin. Je djali ynë. U ngrita dhe dola nga dhoma. Fjala djali im më kishte goditur më fort se çdo gjë tjetër. Elira po më priste në korridor. Duke sikur nuk ishte fjetur prej ditësh, më uren, më pyeti pa rrotulla. Jo, i thash menjëherë. Por jam i humbur. U ulëm në një stol të gjatë. Për herë të parë në jetën time, ajo nuk u soll si motër e madhe. U soll si një grua e thyer. Kam dashur ta të them shumë herë, tha. Çdo ditë. Sidomos kur u rrite, kur u bëre burr. Por sa herë hapja gojën, më dukej sikur po të shkatëroja jetën. Po tani e pyeta. A mendon se s'ma shkatërove? Ajo uli kokën, ndoshta po, tha. Por nuk mund të vdiste Mira pa e ditur ti të vërtetën. Fjala vdiste më shpoj. Nuk e kisha pranuar ende se kjo ishte një mundësi reale, ditët kalonin. Babai rrinte në hije, si gjithmonë. Një mbrëmje ndërsa po dilja nga spitali më ndaloi Arben, tha. E di që mendon se jam frikacak. E pash pa fjalë. Por nëse do ta dija se çfarë peshe do të mbante kjo gënjeshtër mbi ty, nuk do ta kisha lejuar kurrë. Pse e lejuat, e pyeta. Pse më rritët kështu? Ai mori frym thellë. Sepse atëherë menduam se po të shpëtonim, tha. Fshati do ta kishte shkatëruar Elirën. Edhe ty. Këto justifikime nuk ma lehtësuan dhimbjen. Ndoshta kishin vepruar për të mirën time. Por askush nuk më kishte pyetur. Një natë, pas shumë ditësh pa gjumë, u ktheva në shtëpi dhe hapa albumet e vjetra të fotografive. Në çdo foto ku isha foshnjë, Elira ishte shumë afër meje. Shumë më afër se Mira. Në disa foto, Mira dukej si një mysafire. I kuptova tani gjëra që dikur më kishin shpëtuar. Më kujtohej një episod nga fëmijëria. Kisha qenë rreth 6 vjeç dhe kisha rënë keq në obor, duke u gjakosur. Mira më kishte ngritur dhe më kishte çuar brenda. Por ishte Elira ajo që më kishte mbajtur në prehër gjithë natën. Atëherë kisha menduar se ishte thjesht një motër e dashur. Tani e shihja ndryshe, një tjetër kujtim. Kur u sëmura rënd në moshën 10 vjeçare, Elira kishte refuzuar të shkonte në universitet për disa ditë, vetëm për të qëndruar pranë meje. Askush nuk e kishte komentuar këtë sakrificë, gjithçka kishte kuptim. Dhe kjo ishte pjesa më e dhimbshme. Fillova të ndjeja një konflikt të brendshëm. Një pjesë e imja donte ta përqafonte Elirën dhe ta thëriste mami. Pjesa tjetër ndjehej e tradhtuar. Si mund të më kishte gënjur për kaq gjatë, një mbrëmje nuk durova më. Pse nuk më the kur u bëra 18, e pyeta. Ajo më pa me sytë e skuqur, sepse u friksova, tha. Sepse më dukej se po të humbisja. Sepse nuk doja të më shihje si një gabim. Kjo fjali më vrau. Ajo nuk donte të ishte gabimi im.
Donte të ishte nëna ime, por nuk guxonte, gjendja e mirës u përkeqësua. Mjekët na thanë se nuk kishte shumë kohë. Një pasdite më kërkoi të qëndroja vetëm me të. Kur të mos jem, tha me zë të dobët, mos e brakti Selirën. Pse po ma thua këtë, e pyeta, sepse ajo ka sakrifikuar jetën e saj për ty, tha. Edhe unë, secili në mënyrën e vet. E shikova dhe për herë të parë pash si një grua që kishte jetuar me një bar të rënd. Jo si një nën të ftohtë, por si dikë që kishte luajtur një rol të vështirë. Unë nuk di si të sillem, i thash. Nuk di këtë quaj nën. Ajo buzëqeshi lehtë, nëna nuk është vetëm gjak, tha. Është ajo që rri zgjuar natën për ty. Fjalët e saj më ngelën në mendje. Kur doli nga dhoma, Elira më priti në korridor. U përqafuam. Ishte përqafimi më i gjatë që kishim pasur ndonjëherë. Nuk po të kërkoj të më quash nën, më tha. Vetëm mos më largo. Nuk i premtova asgjë, sepse ende nuk e dija çfarë do të bëja. Brenda meje dy identitete luftonin. Djali që kishte humbur nënën, vëllai që kishte fituar një të vërtetë, dhe burri që duhej të vendoste si do të jetonte me këtë bar. Vdekja erdhi në heshtje, ashtu siç kishte jetuar Mira gjithë këto vite. Një mëngjes të ftohtë, mjeku na thiri në dhomë dhe me një zë të qetë na tha se kishte ndëruar jetë gjatë natës. Nuk pati britma, nuk pati skena dramatike, vetëm një boshllëk i rënd që ul mes nesh. E pash trupin e saj të shtrirë, të qetë, sikur më në fund ishte çliruar nga një rol që e kishte lodhur gjithë jetën. U afrova dhe i preka dorën për herë të fundit. Ishte e ftohtë, por për herë të parë nuk ndjeva distancë. Vetëm keqardhje, Elira qante pa zë. Lotët i rridhnin vazhdimisht, por ajo nuk bënte asnjë zhurmë. Babai qëndronte i ngrirë me sytë drejt dyshemes. Në atë çast ndjeva diçka të çuditshme. Nuk po humbisja vetëm një nën, po humbisja edhe justifikimin për gënjeshtrën. Tani gjithçka ishte mes meje dhe Elirës. Varrimi u bë pas 2 ditësh. Fshati erdhi i të ri. Gra që më përqafonin dhe më thoshin, të roft nëna, engjëll ishte. Burra që i shtrëngonin dorën babait dhe i thoshin fjalë ngushëllimi. Unë qëndroja aty i heshtur, duke dëgjuar fjalë që tashmë kishin një kuptim tjetër. Në ceremoninë mortore, Elira rinte pranë meje. Jo si motër, jo si nën, si diçka mes të dyjave. Dora e saj herë pas here më prekte lehtë, sikur të donte të më sigurohej që isha ende aty. Pas varrimit, kur njerëzit u shpërndan, mbetëm vetëm ne të tre. Shtëpia dukej më e madhe, më e zbrazët. Fotografia e Mirës mbi komodin duke sikur na shikonte, duke na kujtuar sekretin që kishte marrë me vete. Atë mbrëmje, Elira hyri në dhomën time. Nuk troketi. Asnjëherë nuk ishte trokitur, mund të flasim, më pyeti, u ula në shtrat. Ajo qëndroi në këmbë për pak, pastaj u ul përballë meje. Kishte diçka vendimtare në fytyrën e saj. Nuk dua që kjo e vërtet të na shkatërroj, tha. Por e di që nuk mund të vazhdojmë si më parë. Çfarë do, e pyeta, dua të di nëse ka vend për mua në jetën tënde, tha. Jo si motër, jo si nën, por si ajo që jam. E shikova gjatë. Në fytyrën e saj shihja një jetë të tërë sakrifice. Ajo nuk ishte martuar kurrë, nuk kishte pasur fëmijë të tjerë. Jetën e kishte ndërtuar rreth meje, pa e thënë kurrë. Pse nuk u largove, e pyeta. Pse nuk nise jetën tënde diku tjetër? Ajo buzëqeshi hidhur, sepse nuk munda, tha. Sepse çdo herë që të shikoja, e dija që isha përgjegjëse për ty. Jo vetëm si nën, por si njeri. Këto fjalë më bën të ndjehem fajtor. Unë kisha jetuar jetën time, ndërsa ajo kishte qëndruar pezull, mes roleve, mes frikës dhe dashurisë. Ditët pas varrimit ishin të rënda. Babai u mbyll edhe më shumë në vetvete. Unë dhe Elira lëviznim në shtëpi si dy të huaj që njihnin çdo cep. Por nuk dinin si të silleshim me njëri tjetrin. Një pasdite gjeta disa letra të vjetra në një sirtar të Mirës. Ishin letra që Elira kishte shkruar vite më parë, por kur nuk i kishte dërguar. Ishin drejtuar mua, bir, shkruante ajo në njërin. Sot të pash duke fjetur dhe mendova sa shumë do të doja të zgjoja duke të thënë të vërtetën, i lexova të gjitha. Çdo letër ishte një rrëfim i heshtur, një dhimbje e mbajtur brenda, një dashuri e shtypur. Kur Elira më pa me letrat në dorë, u zbardh në fytyrë. Nuk duhej t'i lexoje, tha, duhej, ju përgjigja. Duhej t'i dija. U ulëm në tryezë. Për herë të parë folëm pa frikë, pa role, pa gënjeshtra. Nuk po të kërkoj falje për atë që ndjeva, tha. Po të kërkoj falje që ta fsheha. Dhe unë nuk po të premtoj se do ta kuptoj me njëherë, i thash. Por nuk dua të humbas. Ajo shpërtheu në lot.
Unë ngrit dhe më përqafoj fort. Nuk ishte përqafim motre, as nën. Ishte përqafim i dy njerëzve që po përpiqeshin të gjenin një vend të ri për njëri tjetrin. Atë natë mora një vendim. Duhej të largohesha për pak kohë. Jo për t'i ikur së vërtetës, por për ta përtypur atë. Po iki për disa muaj, i thash. Kam nevojë të mendoj. Elira u drodh, por nuk më ndaloj, do të pres, tha vetëm kaq. U nisa me një valixhe të vogël dhe një zemër të rëndë. Në autobus, duke u larguar nga fshati, pash shtëpinë tonë që po zvogëlohej. Shtëpinë ku kisha lindur 2 herë. Një herë si fëmijë dhe një herë si njëri që kishte zbuluar të vërtetën. Por ende nuk e dija se ku do të më çonte kjo e vërtet. Largimi nuk ishte aratisje, por as qëndrim. Ishte një pezullim. U vendosa në një qytet tjetër, larg njerëzve që më njihnin historinë. Larg shtëpisë ku çdo mur kishte kujtime të dy fishta. Mora një dhomë të vogël me qira, pra një rrugë të zhurmshme, ku askush nuk më pyeste kush isha dhe nga vija, ditët e para ishin bosh. Zgjohesha, shkoja në punë, kthehesha, flija, pa telefonata, pa mesazhe. Elira më kishte shkruar një herë. Jam këtu. Nuk ju përgjigja me një herë. Jo nga inati, por nga frika. Frika se një fjalë gabuar do ta hapte përsëri plagën. Netëve fillova të shkruaj. Nuk e dija pse. Ndoshta për të mos çmendur. Shkruaja kujtime, dialog që nuk ishin ndodhur kurrë, pyetje pa përgjigje. Çfarë është një nën? Gjaku apo qëndrimi? A mund të kesh dy? A mund të humbasësh njërën pa e tradhtuar tjetrën? Një mbrëmje në një bar të vogël, njoha një grua, Ana. Ajo nuk dinte asgjë për mua. Kjo ishte çlirimi më i madh. Flisnim për gjëra të zakonshme, për librat, për punën, për jetën në qytet. Për herë të parë pas shumë kohësh, qesha pa peshë në gjoks. Por edhe në ato momente, Elira ishte aty. Jo fizikisht, por si hije. Sa herë Ana më prekte dorën, më vinte ndërmend dora e Elirës që më mbante kur isha fëmijë. Jo si krahasim i gabuar, por si kujtesë se dashuria vjen në forma të ndryshme dhe nuk zëvendësohet. Një fundjavë vendosa të kthehem për pak ditë, jo për të qëndruar, por për të parë nëse shtëpia më thëriste ende. Elira më priti në derë. Nuk më përqafoi me një herë, vetëm më pa. Kishte ndryshuar, jo në pamje, por në qëndrim. Ishte më e qetë, ose ndoshta më e dorëzuar. Mirë se erdhe, tha, shtëpia ishte e pastër, por e ftohtë. Fotografia e Mirës ishte ende aty. Babai nuk ishte në shtëpi. Ishte larguar për disa ditë, sikur edhe ai të kishte nevojë për aratisje. U ulëm në kuzhinë. Pina kafen që ma bëri. E njëjta shije si gjithmonë. Si je, më pyeti, po përpiqem, i thash, ajo buzëqeshi lehtë. Edhe unë. Këtë herë nuk kishte lot. Vetëm një pranim të heshtur se gjërat nuk do të ktheheshin kurrë si më parë. Më tregoi se kishte filluar të punonte më shumë. Të dilte me shoqe që i kishte lënë pas dore. Sikur më në fund po përpiqej të jetonte për veten. Duhet ta kisha bërë këtë vite më parë, tha, por gjithmonë më dukej se po të braktisja. Ti nuk më ke braktisur kurrë, i thash pa e menduar, ajo u ndal. Më pa drejt në sy, e thua këtë tani? Po, i thash, sepse tani e di të vërtetën. Atë mbrëmje folëm gjatë. Për herë të parë, pa tabu. I thash për frikën time, për ndjesinë se identiteti im ishte ndërtuar mbi rër. Ajo më foli për vitet e saj të humbura, për netët kur më shikonte të flija dhe qante në heshtje. Nuk dua të jem vetëm një sekret, tha, por nuk dua as të imponohem. Dhe unë nuk dua të jetoj në mohim, ju përgjigja. Ishte një marrëveshje e pashkruar. Nuk do ta ndryshonim me njëherë mënyrën se si e thërrisnim njëri tjetrin. Nuk do ta bënim publike të vërtetën, por nuk do të gënjenim më mes nesh. Para se të ikja përsëri, Elira më dha një kuti të vogël. Brenda ishte një byzylyk i thjesht dhe një letër. E kam bler kur isha 7 zën, tha, për veten time, për të më kujtuar se një ditë do të kisha guximin. E mora kutin me duar që më dridheshin në autobus duke u kthyer në qytet, lexova letrën. Ishte e shkurtër. Nuk po të kërkoj të më quash nën. Vetëm të më lejojsh të jem e vërteta jote. Atë natë shkrova mesazhin e parë pas shumë javësh, faleminderit që më dhe jetën, dhe që nuk u largove. Ajo u përgjigj me një herë, gjithmonë. E kuptova se nuk po kthehesha më tek ajo që kisha qenë, por ndoshta po shkoja drejt diçkaje më të ndershme. Sepse e vërteta, sado e dhimbshme, është i vetmi vend ku mund të ndërtosh diçka reale. Koha nuk e shëron të vërtetën. Ajo nuk është plagë që mbyllet. Koha vetëm të mëson si të jetosh me të.
Muajt kaluan dhe unë fillova të kuptoj se nuk kisha nevojë të zgjidhja mes dy roleve. Nuk kisha pse ta ndaja jetën në para dhe pas sikur njëra ta anulonte tjetrën. Të dyja ishin të mijat. U ktheva përfundimisht në shtëpi një vit më vonë. Jo sepse u ndjeva gati, por sepse e kuptova se gatishmëria nuk vjen kur plotësisht. Ajo vjen me hapa të vegjël. Babai ishte plakur shumë. Heshtja e tij ishte bërë më e rëndë. Një mbrëmje ndërsa po pinim çaj, foli pa paralajmërim. E kam humbur vajzën time, tha, sepse kur nuk e mbrojta sa duhej. Nuk ju përgjigja. Ishte hera e parë që e pranonte këtë. Elira nuk ishte vetëm fëmia im, vazhdoi. Ishte edhe nëna jote. Dhe unë e lash ta mbante këtë bar vetëm. Këto fjale çliruan diçka brenda meje. Nuk isha i vetmi që kishte vuajtur, por kjo nuk e justifikonte të shkuarën, vetëm e shpjegonte. Elira dhe unë gjetëm një ritëm të ri. Jo të përsosur, por të sinqert. Ndonjëherë thërrisja ende motër, nga zakoni. Ndonjëherë në momente të vogla, të qeta, më dilte fjala ma. Nuk e theksonim, nuk e bënim dram. Ishte thjesht aty, një pasdite, duke pastruar oborrin, ajo u ndal dhe më pa. E di që nuk do të kem kur një ditë kur dikush të më thëras nën para të gjithëve, tha. Por fakti që ti e di kush jam më mjafton. U afrova dhe e përqafova. Pa fjalë. Parole, disa gjëra i lama ashtu si ishin. Fshati nuk e mori vesh kur të vërtetën. Ndoshta një ditë, ndoshta kur. E vërteta nuk ka gjithmonë nevojë për publik. Ajo ka nevojë për pranim. Ana u bë pjesë e jetës sime. Kur i tregova historinë time, heshti gjatë. Pastaj më tha, ti e prova që dashuria nuk ka vetëm një formë. Nuk u largua. Dhe kjo ishte gjithçka. Një mbrëmje vere, Elira më dha një album të ri fotografish. Fotografi të vjetra, por të vendosura rishtazi. Në faqen e parë ishte një foto ku ajo më mban foshnjë në krah. Në fund të albumit kishte lënë një faqe bosh. Për të ardhmen, tha, e kuptova mesazhin. Jeta nuk mbyllet me zbulimin e së vërtetës. Ajo hapet sot, kur dikush më pyet kush jam, nuk kam më frikë të përgjigjem. Jam djali një gruaje që pati guximin të sakrifikojë rininë e saj për mua. Jam djali një gruaje tjetër që pranoi të jetoj me një sekret për 27 vjet. Jam produkti një gabimi, por edhe një dashurie të thellë. Në moshën 27 vjeçare zbulova se motra ime ishte mamaja ime biologjike. Kjo e vërtet nuk ma shkatëroi jetën, ma rindërtoi.